kisha pas që komentar gjithë të reja, që me jap edhe një herë, se shika, me duhet me jap një lloj dushit ftohtë, se s'ka mësu opozita. A mendon që mundet me pas sëranje frashër vetëvendosjen këto zgjedhje apo jo? Absolutisht jo, absolutisht jo. Absolutisht nuk ka dush lidhem. Pra, duhet me jap opozita një herë dushit ftohtë, sepse nuk mundesh tash me kam diçka në dorë, edhe me çato do të bëj bojkot ty këtë kohën, edhe me çato do të ashtu do me lyt ty, jo pengë, jo hekë këtë më do më bëj. Edhe kjo loja. Po zona e Agjios është person unifikues, ka qenë për çasti, i ka ofendu të gjithë opozitën sa ka qenë në pushtet. Lutna, rrafsh 4 vjet. Ka zamani sukses zonës Haxhia, po ma ka të lutem. Veç një sukses që ka pasur ministri. Ma bone pyetje, është pyetje retroaktive të më ndiqi përgjigjen. Po të ngojët lutem. Që ka bo? Vin sukseset, kalzame, vin sukseset, lutem. Kur që se kom personale, së dhe në kom motor, veç në aspektin profesional. Është pyetje retroaktive, apo është pyetje që të lutem, veç tash në aspektin profesional, kur që se kom personale me zonë Agjiut, lutem. As me asnjë. Është pyetja ime, është pyetje retroaktive, apo të më dëgjoj përgjigje? Po du, thjesht përgjigjen. Suksesin më i madh është Kosova ka qenë sipas Transparency International më keq se Gambia, Zambia. Kosova luftet si edhe Transparency International. Jo Albini, sa edhe që bezojmë këtë humorin i që Albini është tmerre, keqe, rane, këtë humorin tonë e blej. Po Transparency International po thotë që Kosova kur më mirë s'ka hyrë pa lart. Kur s'ka qenë më lart? Luftës korrupsion, ndaj korrupsionit. Edhe Transparency International. Kjo suksesi që dushku i kapte, kemi qenë market se Gambia, Zambia. Zotë Oseke, veç pak, prit, unë me profesion jam jurist, na kem pun në gjykata, për një landë në rastin ma thjesht një zgjidhjet martesës, se mos thim për patëshmëria kontestimore ATJ, kemi prit prej 1 deri në 4 vjet mu të caktuar shkallën e parë, që 4 vjet zonë e Agjios s'ka bu kur gjë në këtë raport. Shkon landa të gjykata apelit, plus 4 që përbojnë 8, plus në dhomë posa në gjykatë supreme atje, 12 vjetë mu të zhidhë një kontekst, që është e patëshmërie. Çfarë suksesi zonës Agjios është këtë? Sa landë ju kanë këthy për gjykatës, asi sa ligje ju kanë këthy për gjykatës konstitucionit zonës Agjios? Amarove, edhe herë. Veç pak, one po të foli me gjuhën argumentit, ti të lutem foli me gjuhën argumentit. Është fakt. Si pas Transparency International, Kosova kur ma lartë nuk ka që... është fakt që këtë. Inderon, ka dhe në kone ka arrestu për 500 nga që nga sa e konë opozit që theke këtë vina po shtër kina mi arrestue. Që s'pi arrestoj? Është fakt që Kosova, si pas Transparency International, kur ma lartë si shtetë si mi kongrite. I e kemi ka një Balkanit perëndimor, Balkanit jugor. Kur ma njës ka qimë, kur historitë Kosovës? Shumë ka po qef me po Kosovën me sytë ty në dhone. Edhe one ka pas qef shumë. Është fakt që kë. Dëmën e dhe vesht. One po të them përgjigje në 7 gjykata themelore me 9 dek. Inderun veç pak, prit. Nga veç pak. Inshallah s'ki pun kur në për gjykata ti. Inderun veç pak me leje. Inshallah kur s'ki pun në për gjykata. 7 gjykata themelore me 9 dek. Pyeti naj familjarë, ose naj shok, ose naj komshi që është advokat, thuj sa pre... Se ti po mëne pyetje që ka bëmë, ndaj Kosovës. Veç pak, prit, veç pak. One po t'jepe argument, a beson t'jo shumë subjektive, a po ngon t'lutem. Zotë Oseko, veç pak, jo. 7 gjykata themelore me 9 dek, po ta përsëris, apet. Një landë civile, çështje padëshmërie, shkallën e parë kemi prit mund të saktu minimum 4 vjetë, gjykata apelit 4-8, dhomë pësashme 12 vjetë një landë, atë që do me thonë. Çfarë suksesi ka bo kjo ministri? Ma abet ljutna. Kosova ka bo hapin e duar. Po çfarë hapi ka bo Kosova? Jeme në sankcione, jeme sankcione bashkë Evropian, që të Evropës që nga pranu. Po mas faqë ljutna, veç që po të përqenë që ashto. Investimit pasurit që kanë edhe 10 shtetet tjera Evropës. O inderum, sa për atë ligjë veç pak, nga veç pak, nga. Ja veç pak, tepe dhe qita argument. Nga, prit veç pak. Zotë Oseko, sa për atë ligjë në konfiskimit, nga veç pak, nga. O Zotë Oseko, prit veç edhe një argument po të japi. Sara, nga, sa për atë ligjë konfiskimin, me qito ligje,
me qitë kodin procedurës penal, me qitë kodin penal, veç a dënë Albin Kurti me shkum ja marrë pasoni XY Albini sa akon në opozit që ka thonë. Me qito ligje mund me shkum ja konfiskue, si që ja kanë marrë XY-t. Nuk e ndalën ligji, s'ka nevoj për ligj posaçëm. Me qito ligje mund me shkum ja Nuk ka konfiskue. nevoj për ligj posaçëm. Ajo po ligje për ka matë luta, Një përgjigje për frashërin, suksesi më i madh i Albolina Haxhiut në këtë 4 vjeçar është djegja dhe zhdukja provave të vrasjes së Astrid Deharit. Edhe po si shtet që funksionon, ligji i Venecias, që ai ta ka shu, ka thënë që me këto kështete e tjera kanë pas, ndërta edhe Italia ka pas këtë version, ka funksionu. Pra, që se për thuti internacional në më duk si mirë, si shtet funksional Kosova si shtet demokratik, në të shmi marë qëtë pjesë. O mos më del pite më të lutëm, a ki dikon nga jurist pyte që ka punë në bërgjikat, ato sa pret për një landë. Sa pret për një landë. Plus ju ndjek mostrat e zotit Astrid Dehari, të lutna. Zotri Halimi, ajo që ka qenë kështu si, po them, si diskutim, ka qenë që Haxhiu ka qenë si më e votuara. Nuk du me kajdu në aspektin, po... Po, opozitas pa e votan, edhe pa marrëshje politike s'ka. Pikë është, kotë është, përgjësia i bjen zotit Kurti. Edhe një pjesë e banë opozita, po përgjësi kryesori i bjen zotit Kurti. Se ja ka dhënë sovrani, i thot ligji, i thot kushtetuta, pikë. Mos të viktimizohen.